Unë jam i malësisë Kamjenicës, këm kuj 2 vjetë shkollën mesme në gjimnaz Kamjenicës, edhe i njo paka shumë edhe rëthonat atje, po i njo edhe gjithë kandidatët këtu. Me fason për të mije, Kamjenica e ka gjithë kandidatët mije. Muj me thonë me nuansa po të balancu. Nuk janë shumë largë njani për i tjetit, po ashtu pajtohem me blerimin këtë ras që balotajë i pashmang shumë, po muj me thonë që balotajë i kësaj herë shkon midis kryetarit aktual Rahimaj dhe Faton Jakupit të Aleancës. Që të dytë, Fatoni veçor 2 mandate në kryetare i Kamjenicës, sepse koalicionet ja mundësojnë, kurse këta të gjithë kanë qenë dëmon edhe përfaqësuesi Ledeke Zoti Surdulli, edhe Qëndoni, edhe Kadir Rahimaj, që të 3 kanë qenë kryetarë. Që të gjithë i njohin mirë thonat, po edhe kjo zonja e PDK-s fasionon, domethënë që Kamjenica si një qytet vogël, një qytet i vogël, ka kurajon Partia Demokratike në reformën e saj që të inkurajoj një zoj për kryetarit Kamjenicës, edhe pse ndoshta mendësia ande nuk e, nuk e përtyp një grua për kryetarit Kamjenicës, po si do qoftë, domethënë debati ishte solid, edhe njerëzit këtu në Kamjenicë kanë kërkesa modeste, gjë që unë